Atje ku mban të bim Bashkimi Demokratik për Integrim, aty ku mban të bim Nevzat Beta është gjithmonë me bereqet. Është me shi për shkak se ky vit, këto 4 vite, Gostivari me që do të votojë përsëri Nevzat Betën do t'jetë me bereqet ashtu si ka qenë 4 vitet e kaluara. 4 vitet e kaluara Nevzat Beta me stafin e vetë nuk ka lënë rrugë, nuk ka lënë lagje, sokak, nuk ka lënë shtëpi, vendbanim, të cilit nuk i ka ofruar rrugë, kanalizim, ndriçim, vetëm edhe lagja më e skajshme e qytetit të gjasojë vendeve, vendbanimeve të Evropës, perëndimore Evropës së zhvilluar. BDI ose Bashkimi Demokratik për Integrim me në krye zotin Nevzat Beta asnjëherë nuk e thojmë atë që nuk e bëjmë, por e bëjmë edhe atë që nuk e themi. Por është fjala në shërbim dhe për të mirën e popullit tonë. Andaj, edhe në të ardhmen, ju premtojmë qytetarë të lagjes Banjishnic, se në këtë lagje do të ndërtojmë një qerve për fëmijët, për më të dashurit, për ardhmërinë e kombit tonë. Neve gjithnjë kemi dalë para jush pa premtuar punën që të duhet t'i bëjmë, me të vetmin premtim se bashkëjetojmë me gjitha brengat që ju brengosin ju dhe familjet tona gjithu. Në çdo periudhë paraprake kemi dalë me raport të qartë para jush dhe kemi verifikuar me prezencën tuaj dhe sot se neve gjithnjë punët që i kemi kryer kanë qenë të miratuara nga ana juaj dhe kanë qenë të verifikuara me votbesimin tuaj në të gjitha zgjedhjet paraprake, gjë për të cilën nuk dyshojmë se ai verifikim i punëve 4 vjeçare të kryetarit aktual dhe unë besoj të kryetarit të ardhshëm të Gostivarit zot Nevzat Beta do të verifikohen me 22 mars 2009 në zgjedhjet lokale. Bashkimi Demokratik për Integrim përfaqësuese të saj në periudhën prej vitit 2010 këndej, në veçanti në periudhën 2005 këndej. Do vini në konstatim se shumë shkak kanë ndryshuar, shkak se shumë punë janë bërë, edhe pse para elektoratit shumica e tjere thot as që është premtuar e as që do thot janë prezantuar. Thjeshtën filozofia politike e subjektit tonë politik. Në përgjithësi qëndron në atë se në shumë pak premtojmë, por shumë punë bëjmë. Populli që ka mbështetje për njerëzit të cilët i filluan ndryshimet dhe njerëzit të cilët i vazhdojnë ato punë. Ajo është njerëzit të cilët e filluan luftën në 2001 në krye me komandantin tonë zotri Ali Ahmetin. Dhe ato punë i vazhdojnë në pushtetin lokal me kryetarët në për të gjitha komunat shqiptare, ku veçanërisht është i njohur kryetari i komunës Gostivarit me të gjitha ndryshimet e bërë dhe përparimet e programet e realizuara, zotri Nevzat Beta. Qyteti i Gostivarit ishte qyteti më i papastër. Qyteti i Gostivarit ishte me rrugë të parrregulluara. Qyteti i Gostivarit ishte me kanalizime të parrregulluara. Qyteti i Gostivarit ishte i pandryshuar. Fusha sportive për rinjistët ishin të shkatruara. Edhe gjithnjë kjo më ka brengosur. Dhe me ardhjen e Bashkimit Demokratik në kryet e komunës së Gostivarit filluan ndryshimet. Na, me punën tonë, filluam që ta ndryshojmë Gostivarin. Filluam që t'i sjellim sukseset e harmoni qytetarëve të Gostivarit. Filluam që të bëjmë zhvillimin ekonomik të qytetit të Gostivarit. Filluam që t'i sjellim sigurinë totale qytetarëve të Gostivarit. Filluam që t'ja sjellim perspektiven e qytetarëve të Gostivarit. Po gjithë këto punë, na nuk do t'i arrijnim si kundra mos e kishim përkrahjen e juaj. Dhe jo rastisht, qyteti i Gostivarit nga Komisioni i Bashkisë Evropiane është ndajtur që shumë shpejt edhe do të shpallet publikisht shpërblimi si një prej qyteteve më të organizuara në Republikën e Maqedonisë. Për 4 vjet të shkuar, qytetarë të nderuar,
na e filluam fazën e parë të decentralizimit. Gostivari bashkë me administratën e vete doli qyteti më i organizuar sa i takon implementimit të ligjeve të decentralizimit. Me implementimin e decentralizimit filloi të zhvillohet dhe të përparojë qyteti Gostivari. Jemi komuna më e suksesshme që filluam fazën e dytë të decentralizimit fiskal, e cila është lidhur me sistemin e arsimit. Na programin nuk e kemi bërë përmendsh, por programin e kemi bërë duke i ndëgjuar hallet dhe derdhet që i kanë qytetarët tanë. Dhe në bazë të kërkesave të tyre, në bazë të kërkesave të qytetarëve tanë, na kemi bërë një program, të cilën program besoj që do të realizojmë bashkë me ju në periudhën e ardhshme 2009-2013. Në sferën e sportit, na kemi paraparë që të ndërtojmë halla sportive, disa janë në ndërtim të sipër, disa tjera do të fillojnë. Kemi paraparë që të ndërtojmë qendrën rekreative sportive, ku do të kemi fushën e futbollit si fushën ndihmëse, do të kemi fushën për lojrat e tenisit dhe për herë të parë me qytetin e Gostivarit në programin tonë kemi paraparë për qytetarët, a veçanërisht për rinin e Gostivarit të bëjmë pishinën olimpike, ku do të argëtohen qytetarët tonë e veçanërisht rinia jonë. Në programin tonë kemi paraparë ndërtimin dhe vazhdimin e kanalizimeve për ujërat e zeza dhe atmosferik. Edhe atë për gjitha vendbanimeve. Duke filluar prej Çegrane. Në Çegrane kemi filluar dhe do të vazhdojmë ta përfundojmë. Në Forinë kemi përfunduar. Në Çajle kemi filluar dhe do të vazhdojmë për ta përfunduar. Pastaj vazhdojmë që të ndërtojmë kanalizimin në fshatin Balindol, në fshatin Bajniz. Në Ravene kemi filluar, do të vazhdojmë ta përfundojmë. Në Zdujnë, për herë të parë dhe vlen të falenderojmë ministrin tonë, zotin e Gjedi Jakupin, që ato do të ndërtohet edhe kanalizimi dhe për herë të parë do të ndërtohet stacioni filtruar që qytetarët tanë të pinë ujë të pastër. Të nderuar të pranishëm, të gjitha ndryshimet që i filluam me ne, të gjitha ndryshimet do vazhdojnë të ndërtohen përsëri me ne, se na gjithnjë kemi qenur në shërbimin e qytetarëve, gjithnjë do ngelim në shërbimin e qytetarëve. Besoj që në mandatin e dytë të qeverisjes teme, Gostivari do jetë shembull se si duhet të punojnë qytetarët apo kryetarët në për qytetet e ndryshme. Dhe unë nuk të ndalem për shkak se në gjitha lagjet, në gjitha fshatrat, kudo që shkojmë, na presin me një dashuri të paparaparë. Dhe na kemi një udhëheqës, udhëheqësi ynë, zoti Ali Ahmeti, gjithnjë neve na mëson që na të mbajmë rrugën e drejtë, rrugën e njerëzisë, se vetëm kjo rrugë qytetarëve tanë do ju sjellë lumturi, vetëm kjo rrugë do ju sjellë sukses, vetëm kjo rrugë do ju sjellë përparim të zhvillimit ekonomik. Dhe prandaj na nuk kemi rrugë tjetër përveç rrugën e drejtë dhe rrugën e njerëzisë. Edhe gjithnjë na mëson që t'i afrojmë qytetarët tanë, të bashkohemi rreth bashkimit demokratik për integrim, se vetëm të bashkuar rreth bashkimit demokratik për integrim, qytetarët e Gostivarit dhe qytetarët shqiptarë në Republikën e Maqedonisë do kenë perspektivë, do kenë sukses edhe do kenë zhvillim ekonomik. Vetëm të bashkuar na mund ta çojmë qytetin dhe qytetarët e Gostivarit përpara. Bashkimi demokratik, sa të jetë në qeverisje, gjithnjë do jetë në shërbimin e qytetarëve të vetë. Na e mbajmë fjalën dhe gjithnjë do jemi në shërbimin e juaj.